duhet e shtëpia e bashortit. Tani, në këto kushte, pasuria që kjo zonja duhet të përcillte ishte ajo që ka krijuar bashkë me bashortin. Dhe ndërkohë nuk ka marrë jo asgjë, po s'ka marrë as ato rrobat cilat i vishte për ditë. Ka ikur me rrobat e trupit. Nuk i ka dhënë familja Rexhepi asnjë gjë. Dhe sot ajo ka gjetur një mundësi punësimi, punon dhe thot, zonja Eni dua të krijoj pak pasuri për të marrë ata fëmijë dhe për të jetuar me ta. Pra ajo zonjë, edhe pse është në një moshë akoma të re, ka harruar më veten dhe thot, unë do të vazhdoj të punoj për fëmijët e mi. Zonja Eni, faleminderit shumë që e ndave për ne, sigurisht procedura do të vazhdoj, ju do të vazhdoni, do të ndiqni rastin. Faleminderit që më dha mundësi. Edhe një rast tjetër nga Kosova, nuk dija mund të flisni, dhe sa mund të flisni, për një rast një figure publike shumë të famshme, me bashkëshortin e saj. Unë se njoh fare, megjithatë juve mund ta përmendni, unë se kam përmendur kur, unë jam marrë me një familje në Kosovë, shumë të nderuar me mbiemrin Ret Koceri. Jam përfaqësuese ligjore e familjes Ret Koceri, dhe më vjen shumë mirë që ju prekni. Ju jeni ka pjesa e bashkëshortit. Unë jam e bashkëshortit, po, e bashkëshortit dhe e nënës së bashkëshortit. Një zonjë nderuar. Se çfarë ju ka ndodhur edhe nënës së bashkëshortit? Nëna e bashkëshortit dhe zotria në fjalë kanë dalë nga banesa, nuk zëjmë asnjë pasuri, se në momentet shumë të vështira të kalimit të një smundje mendore të bashortit të zonjës, i është marrë tërë pasuria, sigurisht në mashtrim, dhe sot ai zotri po lufton pikërisht për rimarrjen e kësaj pasurie. Në qoftë se këtu, nëpër mediat tuaja, është përcjell që historia u mbyll dhe ne e fituam gjyqin, kështu kam parë në ca media që thuhet, unë edhe një herë po përcjell nga ju, që ai zotri nuk ka fituar asgjë, flas për përfaqësuesin ligjor, se unë flas me ligjin këtu, nuk flas me personat, unë flas në bazë. Sa të bëj individi këtu. Nuk ka fituar asgjë sepse ai gjyq ne po presim të vazhdohet. Gjyqi që ka fituar është pikërisht një gjyq penal ku zonja ka shkuar, ka denoncuar bashortin, i cili kërkonte zonjës një ribashkim familjar. I thoshte, a do bashkohemi? Sepse është dhe në efektin e një smundje të rëndë. Pra më vjen keq e ri përsëris. Ajo jo vetëm nuk ka vërtetuar faktin që bashorti i saj është i smur, ku e ka çuar vetë me dorën e saj në spital dhe e ka nxjerr raportin ajo që bashorti në vitin që ka bërë kalimin e pasurisë është i smur mendor, por tani na del që ajo sëmundje, se unë një gjë nuk kuptoj në këtë mes, Resul. Keni mjek ju, po kemi mjek dhe ne në Shqipëri. Keni gjykata ju, kemi dhe ne gjykata në Shqipëri. Por të tilla përballje për mua nuk janë pozitive, sepse unë shqiptarinë e quaj një. Nuk e quaj andej dhe këtej, sikundër kam dëgjuar nga ju. Ca të Shqipërisë dhe ca të Kosovës. Për mua janë shqiptar kudo. Dhe i dua njësoj dhe dua t'i përkrah njësoj. Por, në qoftë se ne kemi një raport mjekësor, ku zotria ka qenë i smur mendor, dhe ti e ke çuar te noteri, dhe i ke marrë firmën nën imazhin dhe dëshirën e tij për t'u ribashkuar me bashorten, dhe i ke thënë firmose këtë letër se do ikim bashkë në shtëpi dhe më pas e ke lënë në rrugë, unë këtë gjë i nderuar do ta bëj po pra publike në Kosovë dhe në Shqipëri për të thënë që këto gjëra nuk mund të ndodhin, sepse është një tjetërsim pasurie në mashtrim të hapur me ligjin. Tani, në qoftë se ju i pranoni, ju keni një përballje njëri që nuk i pranon dot këto gjëra dhe kam dashur që të vazhdohet një përballje publike, meqense thash, gjithmonë lexoj në media, unë zonjën nuk e njoh fare, zotrin që e përfaqëson nuk e njoh fare, çfarë lexoj nëpër media dhe i kam pritur të përballen publikisht. Deri sot ti nuk e parë që unë të kem dalë ndonjëherë publikisht me zonjën apo me zotrin. Prap jam mikpritse të vinë dhe të dalin. Atje ku ka filluar kjo çështje, atje do vazhdoj. Dhe unë i mirpres. Në qoftë se nuk vinë atje, do vinë në Kosovë.